që në këtë edicion do të ndiqni. Përfundon ushtrimi fushor Shpata Argjend 2021 në të cilën morën pjesë KFOR-i, FSK, Policia e Kosovës, Brigada e Zjarfikësve, Njësia e Emergjencës dhe Kryqi Kuq. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë raporton se në 24 orët e fundit ka regjistruar 2 raste të vdekjes dhe 133 raste të reja me COVID-19 në nivel vendi. Fermerët e Dobroshit ndjehen të anashkaluar nga ana e institucioneve qendrore në lidhje me kushtet e aplikimit të subvencionimeve dhe formave të tjera të mbështetjes. Përshëndetje, po filloj me edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Përfundon ushtrimi fushor Shpata Argjend 2021 në të cilën morën pjesë KFOR-i, FSK, Policia e Kosovës, Brigada e Zjarfikësve, Njësia e Emergjencës dhe Kryqi Kuq. Qëllimi i këtij aktiviteti stërvitor ishte menaxhimi i situatave emergjente. Agjencionet dhe organizatat emergjente në Kosovë në bashkëpunim me misionin e Aleancës Veriut Atlantike në Kosovë, KFOR-in, kanë përfunduar me sukses trajnimin ushtrues Shpata e Argjend 2021, të cilin e kanë zhvilluar në aeroportin e Gjakovës dhe në hapësira të ndryshme të qytetit. Ky ushtrim bashkoi në një mënyrë të koordinuar dhe sinergjike aktorë të ndryshëm: KFOR-in, Këshillin e Sigurisë së Kosovës, Forcën e Sigurisë së Kosovës, Policinë e Kosovës, Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave, Komunën e Gjakovës, Brigadën e Zjarfikësve, Njësinë Mjekësore të Urgjencës dhe Kryqin e Kuq. Njëri nga skenarët ishte menaxhimi i situatës gjatë një shpërthimi të mjeteve të rrezikshme në një fabrikë. Nën komandën e KFOR-it dhe FSK-s, të gjitha njësitë ishin në vend ngjarje. Operacioni filloi për shpëtimin e personave që ishin brenda objektit. Pastaj vazhdoi procesi i dekontaminimit të tyre dhe ofrimi i ndihmës së parë. Secili operacion tregoi koordinimin e paleve të ndryshme në situata emergjente në Kosovë. Padyshim që Forca e Sigurisë së Kosovës ka kriju kapacitetet e veta ndër vite dhe ato kapacitete ne i përdorim tashmë jo për të trajnuar gjatë kësaj stërvitje Silver Saber, po që t'i trajnojmë agjencione tjera që t'janë të gatshme për menaxhimin e situatave, qoftë në helmeve të ndryshme, në fabrikat e tona të vjetra, në kërkim shpëtim në raste të aksidenteve të ndryshme, por edhe në menaxhim të situatave që mund krijohen nga natyra. Ndërsa në ceremoninë përfundimtare, e cila u mbajt në aeroportin e Gjakovës, zëvendës komandanti i KFOR-it përgëzoi të gjitha institucionet dhe agjencitë që planifikuan dhe ekzekutuan ushtrimin e përbashkët Shpata Argjend 2021. Jam shumë mirënjohës për të gjithë aktorët që morën pjesë në këtë ushtrim fushor, i cili ka fokus ndër veprimin dhe bashkënditjen në mes të organizatave të ndryshme të sigurisë në Kosovë. Përpjekja kryesore e KFOR-it është që të bartim rolin udhëheqës, përfshirë aty të drejtorit të ushtrimit të njërës prej organizatave të sigurisë në Kosovë. Jam falendërues për mikpritjen dhe hapësirat të përshtatshme që na ofruan për mbajtjen e ushtrimit. Angazhimi dhe bashkëpunimi të gjitha agjencionave të sigurisë u përgëzua dhe nga ana e kryetarit në detyrë të komunës së Gjakovës, Ardian Gjini. I think that each one of us gets seriously proud. Mendoj që çdo njeri nga ne ndihet krenar gjasasha forcat tona duke u zhvilluar. Dua të falenderoj të gjithë përfaqësuesit nga komuna, në veçanti drejtorin në detyrë për mbrojtje dhe shpëtim, Vat Hoxhaj, që ishte pranësh gjatë gjithë kohës. Po ashtu edhe Policinë e Kosovës. Qytetarët e Gjakovës dhe të Kosovës për 22 vite janë ndjerë të sigurt dhe të mbrojtur nga KFOR-i. Secili nga ne ju jemi shumë mirënjohës për ndihmën e ofruar që në të ardhmen të jemi pjesë e forcave të NATO-s. Krejt në fund, të pranishmit patën mundësinë të njën nga afër me kapacitetet, shërbimet dhe pajisjet adekuate të punës që i kanë të gjitha institucionet dhe organizatat që ishin të inkorporuara në këtë ushtrim, secila njësi e veçantë në mënyrën e vet. Staf profesional, pajisjet të sofistikuara dhe makineri nga më të ndryshmet u prezantuan. Gatishmëria se cilit agjencion dhe organizat është në çfarëdo situate emergjente. Përmes ndërveprueshmërisë, të gjitha aktorët treguan se duke punuar krah për krah me kolegët e tyre nga KFOR-i, institucionet dhe agjencitë të tjera të shkëmbejnë përvojat dhe të operojnë në ambient shumë kombësh.
Ky ushtrim dëshmoi edhe një herë se të gjitha institucionet e sigurisë në vend dhe ato ndërkombëtare kanë krijuar një rrjet koordinimi, bashkëpunimi të procedurave që duhet ndjekur në një rast aktual emergjent. Prokuroria themelore në Gjakov, Departamenti për krime të rënda, ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit nga gjykata kompetente në Gjakov ndaj dy të pandehurve, FB dhe EL, për shkak të dyshimit se kanë kryer vepër penale. Prokuroria themelore në Gjakov, konkretisht Departamenti për krime të rënda, ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit nga gjykata për dy persona me inicialet F.B dhe E.L. Personat e lartë përmendur dyshohet se kanë kryer veprën penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge. Njoftoi për televizionin ton zëdhënësja për informim e prokurisë themelore në Gjakov, Ylka Joniku Shehu. Ajo shtoi se të dyshuarit me datën 21 shtator janë ndaluar në fshatin Pjetërshan përderisa ishin duke lëvizur me vetur. Ata janë ndaluar nga patrulla policisë kufitare rajoni Perëndimi, ku gjatë një kontrolli të detajuar të makinës tek ulësja e pasaxherit janë gjetur 9 qese të mbushura me substancë narkotike që dyshohet të jetë e llojit marijuan. Ndaj të dyshuarve është kërkuar paraburgim në afat prej 30 ditësh nga prokuroria. Të njëjtit gjenden në ndalim nga data 21 shtator. Dje u ndaluan, sot sërish filluan punimet për stanimin e rrugës Sulejman Hadumaga në Qarshi të Vjetër. Deklarata në lidhje me këto punime kishte edhe nga komuna në profilin e tyre zyrtar, si dhe nga lëvizja vetëvendosje. Në Qarshinë e Vjetër, konkretisht në rrugën Sulejman Hadumaga, ditë më parë filluan punimet për stanimin e kësaj rruge. Deputeti Agon Batusha përmes postës elektronike drejtuar Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve kërkoi që këto punime të ndalen për arsye se po e degradojnë trashëgiminë kulturore në këtë pjesë të qytetit. Ministria përkatëse mori vendim që të pezullohet zbatimi i vendimit të Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, me të cilin është aprovuar projekti i sanimit të rrugës në Qarshi të Vjetër, derisa ankesa është në procedurë të shqyrtimit. Ndërsa komuna e Gjakovës përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka bërë të ditur që punimet do të vazhdojnë duke i ndjekur të gjitha procedurat. Komuna e Gjakovës duke ndjekur të gjitha procedurat do të vazhdojë me punë. Në të njëjtën kohë kërkojmë nga Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit që t'i shohë me urgjencë se kush janë ekspertët që kanë kërkuar të pezullohen punimet. Në bazë të informatave, personat në fjalë nuk janë ekspert fare, por janë njerëz politik të cilët sot qëllim kryesor e kanë fushatën zgjedhore dhe nuk kanë për qëllim mirëqenien e qytetarëve, atë të bizneseve dhe as rregullimin përfundimtar të qendrës historike në Gjakov. Mediumi ynë shikoi nga afër dhe shihet qartë se këtu punimet janë duke vazhduar. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë bën të ditur se në 24 orët e fundit janë regjistruar 2 raste të vdekjes nga COVID-19, si dhe 133 raste të tjera pozitive. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës në raportin e tyre 24 orësh ka informuar se janë testuar 4139 mostra si të dyshuara për infektim me virusin korona, ku 133 mostra kanë rezultuar pozitive. Shifër kjo që numrin e rasteve aktive në nivel vendi ka dërguar në 6077 raste. Të shëruar ndërkaq janë regjistruar 805 persona, ndërsa 2 pacientë të tjerë kanë humbur betejën me virusin korona. Vaksinimi i qytetarëve ka vazhduar edhe gjatë këtyre 24 orëve të fundit, ku 15925 qytetarë janë vaksinuar, duke dërguar numrin total të dozave të administruar në 1.226.063. Raporti nga Spitali i Përgjithshëm i Sagrezda në Gjakov bën të ditur se aktualisht janë të hospitalizuar 32 pacientë që po marrin trajtim për virusin korona, ku në gjendje më të rënduara 20 pacientë që po trajtohen me oksigjenoterapi. Një pacient po trajtohet në respirator, ndërsa një pacient po trajtohet me CPAP mask. Nga pacientët hospitalizuar në këtë spital, 6 prej tyre janë shtetas të Shqipërisë. Nga periudha janar-shtator të këtij viti në zyrën e gjendjes civile në Gjakov janë regjistruar gjithsej 137 aplikacione për lirim nga shtetësia e Kosovës, ndërkaq përfitim të shtetësisë janë shënuar 12 aplikacione.
Përveç largimit nga vendi, ka dhe qytetarë të cilët kanë vendosur të heqin dorë nga shtetësia e Kosovës. Sipas të dhënave të fundit të zyrës së gjendjes civile në komunën e Gjakovës për vitin 2021, që nga muaji janar janë shënuar 137 aplikacione, kurse vendimet të ardhura nga Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria për Shtetësi, Azel dhe Migrim janë gjithsej 330 vendime. Hyrmete Bejdullau, udhëheqëse e sektorit për gjendjen civile, na jep më tepër detaje. Për humbjen e shtetësisë Republikës Kosovës kanë aplikuar gjithsej 137 aplikacione dhe është edhe fitimi i shtetësisë Republikës Kosovës 12 aplikacione. Kurse vendimet të ardhura nga Ministria e Punëve të Brendshme në Prishtinë, gjithsesi Drejtoria për Shtetësi, Azil dhe Migrim, që kanë aplikuar qytetarë të komunës Gjakovës në konzullat ose në ambasadë, janë gjithsej 330 vendime që kanë humbur shtetësi. Dhe të gjitha këto vendime janë të zbatuara në sistemin elektronik të gjendjes civile. Më tutje shtoi se krahasuar me vitin e kaluar kemi ndryshime të dukshme sa i përket kësaj dukurie. Për humbjen e shtetësisë të Kosovës krahasuar me vitin 2020 deri me vitin 2021, ka ndryshime për shkak se ka qenë, siç e dini gjithë, pandemia e Covidit, pra kanë aplikuar 86 qytetarë për vendime, kurse sipas Ministrisë Punëve të Brendshme, Drejtoria për Shtetësi, Azil dhe Migrim, është rreth numrit 450 persona që kanë aplikuar për humbje shtetësisë. Kurse fitim dhe rifitim të shtetësisë për këtë vit në komunën tonë kemi gjithsej 7, 4 fitim dhe 3 rifitim të shtetësisë. Të pakënaqur me kriteret për subvencionimin e grurit, fermerët nga e gjithë Kosova kanë protestuar sot para Ministrisë së Bujqësisë. Kërkesë e tyre ishte edhe lehtësimi i procedurave për aplikim. Fermerët nga gjithë Kosova po kundërshtojnë kriteret për subvencionimin e grurit. Për paknacit e këtyre kritereve, qindra fermerë të entën protestuan para Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Me rreth 200 traktor, fermerët blokuan për më shumë se një orë rrugën para Ministrisë. Kërkesa atyre ishte lehtësimi i procedurave për aplikim. Ata paralajmëruan protesta më radikale nëse nuk merret parasysh kërkesa atyre. Kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve, Tahir Tahiri, tha se ngritja kritereve për dokumentacionit lidhur me subvencione dhe grande po e vështërsojnë punën e bujqëve. Se vjetë është planifikuar me arrit drejtën për subvencion është edhe me rendiment. Ai që e arrin një sasi caktuar të rendimentit, saksisht është 6.000 kg për 2 hektar, dhe ata grur duhet me dorëzuar në për mullie në për qendra grumbulluese. Nuk jemi na kundër kësaj. Mirë po jemi kundër kriteret për të ardhur deri te e drejta e tillë. Janë ashpërsua kriteret për nxjerrjen e dokumentacionit. Kriteri vetëm në qendër grumbulluese dhe në mullie është i tepër, sepse shumë bujq kanë ferma dhe grurin e nalin për veti, domethënë për të krijuar koncentrat për ushqim për kafshë. Ndërsa fermeri Elmi Qupeva tha se Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Faton Peci duhet të kthejë procedurat e aplikimit në gjendjen e viteve të kaluara dhe të rriten subvencionet në të gjitha fushat. Kem ardhur në mënyrë simbolike me tregu se jem paknaqët rreth subvencionimeve. Kishum lut prej ministrit me reflektu. Pika numër 1, të kthehen procedurat e aplikimit në gjendjen e viteve të kaluara. Aplikimi të filloj në shkurt dhe të përfundoj në fund të marsit. Të rriten subvencionet në të gjitha fushat, të grandet të lehtësohen procedurat. Ndërkaq fermeri Bajram Sedolli tha se nuk mund të përballojmë kriteret e Ministrisë së Bujqësisë. Nuk mund të përballojmë për një arsye sepse tokat nuk janë definuar, sidomos ne fermerët e vogël duhet ta shuajmë. Unë ashtu kështu mendoj me këto kritere ta shuaj këtë veprimtari dhe më smirëm më me bujqësi. Se bujqësia është edhe e lodhshme edhe nuk ka përfitim, ndonjë përfitim.
I menjëhershëm ishte reagimi i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit. Përmes një komunikate për media, nga kjo ministri thonë se respektojnë të drejtën për protest dhe se do t'i trajtojnë me kujdes kërkesat që fermerët adresojnë. Dhe kjo ministri do të bëjë shqyrtimin dhe më pastaj edhe inkorporimin e tyre në programet dhe politikat e saj konform ligjeve dhe udhëzimeve administrative në fuqi. E hiq më mirë nuk po ndjehen as fermerët e fshatit Dobrosh nga komuna e Gjakovës. Ata mendojnë se janë lënë pas dore nga institucionet shtetërore duke kërkuar më shumë përkrahje për veprimtarinë e tyre, e që shpesh mund të kenë edhe si të vetmin burim financiar. Banorët e fshatit Dobrosh, disa prej të cilëve punë primare kanë bujqësinë, po ndihen të lënë pas dore nga institucionet e shtetit, pasi që sipas tyre mundi dhe puna nuk po shpërblehet atë sa duhet. Thatësia e cila mbretëroi muajve të verës dhe bëri shri para disa kohë ishin faktorët kryes që quan në dëm të madh bizneset e tyre bujqësore. Neve na ka dëmtuar breshni shumë, ka marrë pak veten, po jo që nuk ka rendiment sa kem prit. Nuk ka çmim. Është çmimi shumë i ulët. Do të thonë me krahasu me lëndë parë që e kemi bler kur e kemi mbjell, tashti me këto jemi me minus. Për atë arsye, do të thonë për më marrë dikush krejt kështu nuk kem mujt hala kur gjë me bë, me çu ka pak, si avle. Investimet janë konë shumë të mëdha, për me nxerr shumë pak. Po folim te gruri. Gruri kom pas dikon 2 hektare gjys, mi kanë zonë komplet domethënë breshe. Për 2 hektare gjysve as 2000 diçka kila nuk i kom nxerr. Domethënë është minus i madh. Domethënë thuja se as kombojnë që thujmë ne nuk e kena nxerr. Fermerët Selmani dhe Tahiri u shprehen të pakënaqur edhe me subvencione. Shpërndarja e subvencioneve duhet të jetë më transparente dhe se mënyra e aplikimit dhe nxjerrja e dokumentacionit duhet të jetë më e lehtë. Bolle kem pas koklavit një vjetë, si vjetë edhe ma koklavit na ka bërë. Shumë dokumentacione të mëdhaja, qaq sa, me thonë drejten, unë 5 ditë jem të shku rresht dhe s'jem të mujtë hala me kompletua. Në qoftë se vazhdon që shtu, unë në vitin ashëm s'do të mjelli, me thonë drejten, do të mjelli pak sa për asis, nuk mu jem lej, nuk ka mundësi. Po lypin shumë sende, na për shembull nuk kem tona tokë, shumicën e kena që e muri me qëra, duhet me shku me nxerr kontrata, sende, po lypin shumë, do sende që janë për mujnë dishka pa kuptueshme. Kërkesa e tyre është që përkrahja institucionale të mos mungoj, siç thanë ata që motivi për punë të jetë më i madh. Kërkesa e më është me ardhë mi pa kush do të punu, kush do të punu. Mi pa për shembull çka po millet, çka po shënohet. Kërkesa e më është për shembull mi mbështet ata që janë të majt kafsh, jo për shembull bizneset e sendet edhe jo mbështetjet neve në shona poshtë. Lidhur me shqetësimin e fermerëve, kontaktuam me drejtorin e detyrë të drejtorisë së bujqësisë në Gjakov Haxhi Sejdiu, i cili u shpreh se sa i përket shpërndarjes së subvencioneve, ajo bëhet në mënyrë shumë transparente dhe në bazë rregullore së Asamblesë Komunale të Gjakovës. Subvencionet i shpërndajmë bazë rregullores që e kemi të miratuar nëpërmes Asamblesë Komunale të Gjakovës, komunës tonë. Do të thotë që aty në kriteret që i qesim, kriteret për aplikim që aty në kriterëve u përmbahen edhe janë përfitues ju ndahen në rregull. Sa i përket subvencioneve komunale, secili fermer që është i interesuar me pa që a janë shpërndarë në rregull, as janë shpërndarë mundet me ardh lirisht në çfarë do forme transparencës, ndash përmes mediave mundën me ardh dhe me pa dokumentacionin që kemi shpërndarë. Do të thotë mundin me pa edhe në terren ku ju ka jap. A ju ka jap çatine që tamam i takon për më dhon apo nuk ju ka jap. Unë po foli për periudhën nivjeshare pej 1 tetor 2020 tek ne. Theksojmë se deri me 28 shtator është i hapur aplikimi për subvencione i shpallur nga Ministria e Bujqësisë. Një tjetër shqetësim ka banorët e fshatrave Racaj, Dobrosh dhe Dallashaj. Ata shprehen se nuk janë të kënaqur me shërbimet e kompanisë kosovare për distribuim me energji elektrike, lidhur me zëvendësimin e shtyllave elektrike që sipas tyre aktualisht janë shumë të vjetruara dhe mund të paraqesin rrezik për banorët e këtyre zonave. Rrjeti elektrik është një prej kushteve elementare për jetesë. Banorëve të fshatrave Racaj, Dallashaj, Shishman dhe Mexher po sjell problem tash sa vite dhe shprehen se janë shumë të pakënaqur me shërbimet e ofruara nga KEC. Është një pjesë këtu që ka shumë problem, është kjo shtylla këtu që sa të frynizohet, kanë ardhur vetë
Kjeku kanë intervenu, nuk e kanë vendosur shtyllën e re, veç e kanë lidhë që shifet edhe tele aty, edhe kanë shku. Premtimet kanë qenë që do vim pas një jave, pas 2 jave, po dikte në këtë moment nuk ka asgjë. Ajmetutje shtesë se zyrtarët e Kecit kanë thënë që instalimi i rrjetit të ri do të ndodhë shumë shpejt, por ndodhi e kundërta. Para 2 viteve, i kom pas premtimet që kanë me ardhë, kanë me po vendos shtyllat e betonit, kanë thonë, ata kanë për detyrë fakt për me i hap gropat, kanë thonë, nëse i hapni ju, intervenujmë, sa ma shpejt nuk shkon një javë kena me ardhë për me i vendos. I pakenaqur ishte kryetari i fshatit Dallashaj, ku shpreh se gjendja është e jetë e rëndë dhe përkëtësimi i temperaturave mund të sjellë defektin e energjisë elektrike. Që 20 kusur vjetë një shtyllë se kanë përvëllë as drunit as betonit. Kemi që kërkesa në kanë thonë, po, ata jo s'po thënë, ku s'po kryhen pa i bon, kur gjohesh, ku s'po kryhen, si kërkesa kemi që bon. I gëjmë frymë me frymë, fillë për pjekën telat, fillë kollët, të jashtë gjëndsoni, ja kollën siguresat, du të milaj, ka zdi sa orë, du të milaj mu keki, tar du të mu lidhë me qendën në Prishtinë atje, bon, njësa det lidhësh atje. Gjendja as pak më të mirë në rrjetin elektrik nuk ishin as banorët e fshatit Shishman, të cilët nuk dëshiruan të prononcohen para kamerës së televizionit ton. Ata u shprehën se Kec ka kohë që ka premtuar përmirësim të gjendjes, por asnjë veprim konkret nuk është bërë në këtë drejtim. Fshatarët janë detyruar që privatisht me financim vetanak ta bëjnë hapjen e gropave dhe blerjen e gypave të shtyllave elektrike. Ne kontaktuam edhe drejtorin e Kecit në Gjakov Krishnik Sokoli, ku përmes një emaili zyrtar morëm këtë përgjigje. Ju e dini që Kec kishte trashëguar një rrjet në gjendje të vjetruar ku nuk ishte investuar dekada me radhë. Me të marrë kompetencat pas privatizimit kemi filluar me njerë me investime. Dhe i tash Kec ka implementuar rreth 1500 projekte në nivel vendi, nga të cilat 10 asosh vetëm në komunën e Gjakovës. Kemi investuar edhe në zonën që i apostrofoni ju, duke përforcuar pikat të ndjeshme në fshatin Racaj, ndërsa fshatrat Dallashaj dhe Shishman janë në proces të implementimit të projekteve. Me lejoni t'ju kujtoj se nuk mund të kryen të gjitha punimet një herësh. Ne punojmë në bazë të planit dinamik të investimeve dhe parashojmë të mbulojmë të gjithë konsumatorët përfshirë rajonet të cekur nga ana juaj, përfundon emaili nga Kec Gjakov. Milan vazhdon të mbaj hapin për liderin e tabelës në Serie A Liga Italiane. Serie A mbrëm ka zhvilluar ndeshjet e javës së 5, ku skuadrat favorite kanë shënuar fitore. Liga Italiane Serie A mbrëm ka zhvilluar ndeshjet e javës së 5, ku skuadrat favorite kanë shënuar fitore. Njëra nga ndeshjet që u zhvilluan mbrëm në kuadër të kësaj lige ishte edhe ndeshja që Milan e zhvilloi kundër Venecias, skuadër kjo që momentalisht gjendet në zonën e rrezikut në Serie A. Kurse sonte, ku ndeshjet e cilat janë të parapara të zhvillohen janë Roma Udinese. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Përfundon ushtrimi fushor Shpata Argjend 2021, në të cilën morën pjesë KFOR-i, FSK, Policia e Kosovës, Brigada Zjarfikësve, Njësia e Emergjencës dhe Kryqi Kuq. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë raporton se në 24 orët e fundit ka regjistruar 2 raste të vdekjes dhe 133 raste të reja me COVID-19 në nivel vendi. Fermerët e Dobroshit ndjehen të anashkaluar nga ana e institucioneve qendrore në lidhje me kushtet e aplikimit të subvencionimeve dhe formave të tjera të mbështetjes. Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur për këtë edicion qendror të lajmeve, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me televizionin syri dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.